Pra fjala islam, do më thanë nënështrim dhe dorëzim në aspektin gjuhësor. Kurse definicioni i fesë islame është el-istislamu lillahi bit tauhid, do më thanë dorëzimi dhe nënshtrimi ndaj Zotit Allahut subhanahu wa ta'ala me tauhid, me veçim, do më thanë duke ju nënshtruar vetëm atij. Dhe këto të dyja, pastaj i vazhdon definicioni wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, edhe për ulja ndaj tij, duke ju bindur atij, do të thënë duke i zbatuar urdhrat dhe duke u larguar prej ndalesave. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, dhe distancimi prej shirkut dhe prej njerëzve të shirkut. Do thotë kur thuhet dorëzimi dhe nënshtrimi ndaj Allahut me tauhid, do të thonë patjetër duhet ta shikojmë në definicion për secilën njësi të definicionit, se cila është ajo që kundërshton. Do të thënë, nëse nuk ka dorëzim, pra nëse një njeri nuk i dorëzohet Zotit subhanahu wa ta'ala, atëherë atij i thuhet mendje madh ose arrogant, do të thënë që mohues, do të thënë nga mendje madhësia. Dhe nëse i dorëzohet Zotit, por i dorëzohet edhe tjetër kujt, do të thënë nuk e ka dorëzimin me tauhid dhe me veçim, atëherë atij thuhet mushrik ose pagan. Do thotë prandaj që të jetë islam, që quhet islam dhe që njeriu të jetë musliman, do të thënë duhet të ketë këto të dyja. El-istislamu lillahi bit tauhid, do thotë nënshtrimi dhe dorëzimi ndaj Allahut me tauhid. Kjo është kuptimi i fjalës islam.